tepsi me patate dhe me perime me pulë, edhe të pastrojmë shtëpinë që e bëmë namin. Tani, si e vendosa, si qikoni i vendosa perime të gjitha në fund të tepsisë edhe pulën e vura nga lartë. Ndërova tepsi këtu si qikoni, se të tepsi e parë kjo letra e kuzhinës edhe letra alumin nuk mbyllej mirë, edhe unë dua që të mbyllet mirë që të munden të valojnë të gjitha brenda, edhe pastaj nga mesi gatimit do ta heq letrën alumin edhe letrën e kuzhinës, edhe do ta lë zbuluar që të marrin një faqe nga lartë, siç themi, do me thënë që të kuqen. Tani po rregulloj të gjitha gjërat që kisha përdorur për të përgatitur tepsinë. Të lajm një çik të pastrojmë, e dini juve si bëhet kuzhina, t'i lajm të gjitha në tani që u bënë, derisa të na bëhet tepsia që të jetë gati. Edhe pasi të mbarojmë edhe me të i mbaruam edhe enën, siç shikoni. Tani duhen të vendosim në përvënde, po nëse sa të thahen. Tani si shikoni këtu është nga mesi që u zihet, do me thënë gjysma, edhe shikoni që pula prihet, do me thënë që është okej, edhe lëmë të zbuluar. Tani të mos pi dhe unë një kafe, to pi dhe unë një kafe, se e meritoj, gatova, pastrova, i bëra të gjitha, si mendoni dhe juve. Po e përgatit edhe kafen tani. Me qumësh kuptohet, një luk sheqer hedhun të kafja. Edhe shikoni tani pula me patate edhe me perime si doli. O zot, shumë e mi shikoni si prehet. Doli e shkëlqyeshme. Provojeni edhe më thoni dhe juve rezultatet tuaja. Shikoni, papa. Çat, kaloni bukur.